Në këto momente jam në... Kam jam? Nuk jam shumë e sigurt për fare që kanë vlerë. Po që ChatGPT jam tha që këto bimët erzat janë super për biletët. Kështu që kemi marrë çdo gjë që na duhet. Shpresoj mos kemi harruar ndonjë gjë. Kemi drasa, kemi këto gjërat me cilat lidhen drasas, nuk e di si quhen. Sharr kemi, trapanin e kemi, dorezat i kemi. By the way, më falni për këtë puçrën që më ka dalë nga temperatura e brendshme, po nuk kam si ta fsheh. Që sorry, nëse është e nevojshme. Këtë është maçoku. Ne do të bëjmë diçka të ngjashme. Unë do përpiqem të ndihmoj. Ande kam blerë të dorezat e mia personale, do shkoj në tim për Ales. Now let's get our hands dirty. Maçoku. Na kanë bërë një gabim në matje. Dy prej tyre na kanë dalë më të gjata. Dhe tani do duhet t'i presim vetë manualisht me sharr dore. Po. Kjo është 40. Ta bëj ta 42. 42? Sa është gjatësia? 2 metër. Nuk e di për ju, po mua më pëlqen shumë të kaloj kohë jashtë. Të bëj gjëra me duar, të prek dheun, lulet, të marr rrezet e diellit. E di që po tingëllon shumë romantike, dhe në të vërtetë është, sepse kënaqësia gjendet te gjërat e vogla të jetës. Kam kuptuar që më bën shumë mirë të bëj gjëra me duar, sidomos kur jam jashtë. Është një ndjesi ndryshe kur merresh me diçka reale. Këto janë të ashtu quajturat rrila, që lidhin drasat me njëra tjetrën në përcepe. Ja çfarë ndodh kur ke doreza dhe si përdor. Okej, hajde. A këti? Deri tani kemi përfunduar 2 anësorët. Pjesën e gjatësisë. Nëse se kam bërë ndonjë gjë, po që nga shumë e lodhshme. I'm so ready to take a nap. Por kam edhe uri, do ta diçka para. Ne po marrim një pushim tani,
Porositën pizza. Kijk maar, zo'n hamburg. Dus ik heb niet waarom daar is. Pizza meriton një notë 10/10. Praat eens weer. Okej. Dat is Nëse e fusun. Ne do vendosim edhe këto drasat e fundit. Dhe më pas frame-i përfundohet. Shtrati më mbarua. Tani hapi radhës do jetë që ta mbushim me dhe dhe me ple, më pas do mbyllim farat, e do jetë gati për polinizuesit, për bletët, fluturat, zogjt. Edhe për nesër do mbyllim kështu herbs, so yeah. Tani janë duke shkërë të dyja. Vendosa t'i shtoj më shumë çokoladë, sepse më duket sikur 150 gram nuk mjaftojnë. Nuk e di nëse po bëj mirë duke përzierë 2 çokolada të ndryshme, por I'll go for it. Tani unë kam bërë që për mua këtu, që për pastroj. Duar ta bëj suflen, e kam bërë mirë deri në hapjen e fundit, që është pjekja, dhe aty suflen e lija në furrë më shumë se ç'duhet. Sa herë që kam tentuar të bëj më pas një kek i zakonshëm. Çokolada ka shkrirë tëra. Shpresoj që të ketë gjallë mjaftueshëm. Nuk dua ta tepër shumë me gjalpin, që mos jetë aq e pashëndetshme. Po t'ju vendroj gjithë juve që keni parë videot e mia. Kthimi në YouTube ishte më i vështirë se fillimi i kanalit para kaq vitesh. Kështu që të gjithë ju që keni parë videot, I love you. So far so good. Kam bërë çik zhull këtu, po s'ka gjë. Mas kemi sa duash. Kam menduar që sipër t'i hedh dhe boronica. Të boronica tekra. So good. Gjëja që urrej më shumë është lëmshi që bëhet pas gatimit. E ka dalë bimërati. Wow, në që të kësë është vepër arti. Dhe kjo, këtu pak... Më vetëm skupi akullorës. Më vim sa në 8.000 lekë. Tu 20 lekë të mija për? Më djeva vetë ta. Ja më se. Ma le smole sono dietro. Harrova për të harrova. Më falni për zhurmën. Jam duke munduar të sistemoj disa tigan, pas ka vënd. Të do e fusë këtu. Nga vëndeni. Sa e puqë shënka. Po edhe pak vaj. Njërë se si do shijoj.
Kjo është shtëpia ime e preferuar. E pi komplet pa sheqer. Po dua ta përziej si fillim që të përhapet qumështin në gjithë kafen. Ky është mëngjesi im. Shpresoj të ketë dalë shijshme kjo. Dhe this is perfect. Mezi po pres që të mbarojmë atë projektin që nisëm dje, për atë shtratin e luleve. E rëndësishme është që frame-i është mbaruar dhe tani duhet vetëm të hedhim dhehun, plehun, nuk e di se duhen disa lloje shtresash aty. Këtë gjë do e bëjmë fundjavën tjetër. Shpresoj mos jetë duke rënë shi. Pas mbyllim edhe farat. Më së shumti kemi fara erzash, pasi lexova që bletët i kishin shumë qejf. Po nëse ju dini ndonjë bim tjetër, ndonjë lule ose erz që është e mirë për bletët, mos u kurseni, më jepni një sugjerim.